Juventusi nuk ja doli në përballjen me Napolin, ku trajnerët e të dyja skuadrave ishin në petkun e ishit. Pas humbjes, trajneri i Juventusit Luciano Spalletti vlerësoi punën e tij në krye të stolit të Napolit, duke kujtuar se kishte fituar titullin dhe veç asaj i kishte sjellë edhe shumë të ardhura klubit me shitjen e lojtarëve. Por kjo deklaratë e trajnerit ka shkaktuar polemika në Itali dhe për këtë ka reaguar gazetari i njohur Paolo Del Genio. Pastaj deklarata për lojtarët që ai i shiti të Napoli. Ai ka të drejtë, kjo është vërtet, por Kvaratskhelia dhe Osimhen janë dy lojtarë fenomenal. Nuk është se ke marrë 91 pikë me Mario Rui dhe Hysaj, siç bëri Sarri. Po, nuk po them se është më i mirë apo jo, pasi ishte vërtet i mirë, bëri diçka vërtet rëndësishme, u shpreh mes të tjerash gazetari. Ka nisur dje edicioni i radhës i seleksionimeve Open Stage në shtëpinë e futbollit, ku për 4 ditë me radhë do të testohen qindra futbollistë të rinj shqiptar nga mbar bota. I pranishëm ishte edhe mbrojtësi Seit Hysaj, i cili vlerësoi këtë aktivitet si një mundësi për talentet e reja që të afrohen me fanellën kuqezi. Është era e parë që vi për të parë seleksionimet e kombëtares. Është shumë bukur, një organizim shumë i mirë i bërë nga federata. Këta djemë të rinj kanë një mundësi për të treguar veten dhe për të veshur fanellën e kombëtares në të ardhmen e tyre. Sigurisht që të jep një shtysë më të madhe për të vazhduar për të stërvitur më mirë me ekipin që luan, sepse të vish këtu te U15 apo U16 është një shtysë, sepse ti tregon veten, të jep krenari, sepse vjen me familjen nga jashtë vendit, pasi disa prej tyre ndoshta as nuk flasin shqip, varet ku janë rritur. Besoj se është diçka e bukur si për lojtarin ashtu edhe për familjen e tij. Shpresoj që të vazhdojnë të përqendrohen, të japin gjithçka për futbollin dhe uroj suksese të gjithëve, tha Hysaj.